Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Ndërsa ne vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu me dhikrin, duat, lutja që na ka porositur për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jemi që disa ligjërata duke trajtuar dhikrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutjet e tij që janë të ndëlidhura me namaz, pavarësisht a kanë të bëjnë me lutjet brenda namazit apo tashmë kemi filluar të trajtojmë disa jashtë namazit. Dhe shohim të ndërlozur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin si adhurimin më të madh dhe më të rëndësishëm e rrethonte dhe përgatiste nga të gjitha anët me përmendjen e Allahu xhallahu ala. Dhe padyshim se çdo vepër që rrethohet dhe ndërtohet mbi përmendjen e Allahut, i shtohet kvaliteti, cilësia, ndikimi, përjetimi e kështu me radhë. Prandaj para namazit ka qenë abdesi dhe ka pas duat, lutje vetë, dhikri. Pastaj namazi sa ka pas nga dhikri i Allahut. Jep selam, vazhdon ende me përmendjen e Allahut xhallahu ala. Prandaj nga gjitha anët është i rrethuar me përmendjen e Allahu xhallahu ala dhe ka jap vlerën dhe rëndësinë dhe pozitën këtij adhurimi tek Zoti xhallahu xhelaluhu. Normalisht nuk do të trajtojmë të gjitha ato që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas namazit, nga se janë të shumta dhe na duhet që të vazhdojmë me disa lutje tjera, por padyshim se duhet të ndalim të disa nga ato që i thënë pas namazit, veçanërisht ato që janë më të rëndësishmet. Nga më të rëndësishme që i thënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas namazit është Ayatul Kursiya. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur përfundon namazin, sikur që kemi thënë të tri herë astaghfirullah, pastaj Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, këtë kemi trajtuar në takimin e kaluar. Thonë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, dhe thonë 33 herë Allahu akbar. Dhe gjithashtu e plotson të 100 herë duke thënë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndërsa nga ato që ka ardhur gjithashtu se i thënë të pejgamberi alayhi salatu wasallam pas namaz është Ayatul Kursiya, aja që të njerëzit njohin të spidoa. Dhe lidhur me këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e këndon Ayatul Kursin pas çdo namazi të obliguar farz që fal, nuk e ndan nga hyrja në xhenet për të vdekjes. Po ky njeri afrohet xhenet aq tepër me këtë lutje, që nuk e ndan nga hyrja në xhenet për të, do thotë me dal nga këtë dunja dhe me shku tek vendi i tij që Zoti xhallahu ala ka përgatitur, e ai është xheneti. Dhe kjo është padyshim një nxitje dhe motivim i mjaftueshëm për neve që kujdesemi për këtë ajet që ta lexojmë pas namazit. Ayatul Kursiya të ndërlozur është një ajet i Kur'anit e që konsiderohet nga ajetet më të mëdha në Kur'an. Prandaj edhe sikur se ka në hadithin e Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu ta'ala anhu, që thotë se ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ubej e ka pyet, cili është ajeti më i madh në Kur'an? Do të donte më shikoj se si e kanë kuptuar sahabët e tij mësimin e tij, Kur'anin e kështu me radhë. Dhe Ubej tha, ajeti më i madh në Kur'an duhet të jetë Ayatul Kursiya. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për hajër të kovdia, do thotë dia që ti e ki për hajër të koft, atë kuptim ja ke qelluar edhe realisht ke hyrë në portën e dijes. Dhe nëse e meditojmë dhe e lexojmë Ayatul Kursin, nuk dën shumë mund që të vijmë edhe ne te ky përfundim. Një ajet i cili fund e krye, do thotë përbën lavdrim ndaj Allahut, madhërim ndaj tij, emrat e bukur të Allahut xhallahu xhelaluhu, dhe gjithashtu cilësitë e tij dhe begatitë e Allahut xhallahu ala, një ajet i cili më të vërtetë nga fillimi dhe deri në fund është lavdrim dhe madhërim dhe madhësi ndaj Zotit xhallahu ala, meriton të jetë ajeti më i madh në Kur'an. Dhe për këtë kanë pasaj shumë hadithe që flasin për vlerën e këtij ajeti, sikur që i cekëm disa prej tyre. Krahas asaj që është preferuar të lexohet ky ajet pas namazit,
është e preferuar që të lexohet edhe para se të flanë besimtari, para gjumit. Dhe është e preferuar të lexohet në mëngjes dhe në mbrëmje. Do të thotë që ditën ta fillon me këtë ajet, edhe ditën ta mbron me këtë ajet, dhe natën ta fillon me këtë ajet, nga se është përkujtim madhështor për besimtarin në raport me Zotin Xhella Xhelaluhu. Komenti i këtij ajeti padyshim se merr shumë kohë dhe ka shumë gjëra që meritojnë të trajtohen tërë, por unë dua të përmend disa prej tyre në këtë takim sot me juve. Ky ajet fillon me emrin më të madh të Allahu Xhelalu ala, Allahu la ilaha illa hu. Allahu është emri më i madh i prej emrave të Allahu Xhelalu Xhelaluhu. Dhe ky emër i Allahut i ka disa kuptime. Kuptimi i parë i këtij ajeti është, do të thotë, i ndërlidhur me uluhije, me atë që ka të bënë me adhurimin e Allahu Xhella Xhelaluhu. Ai ky ajet është dëshmi se Allahu është ai që meriton të adhurohet. Allah është i adhuruari, është ai që njerëzit i përulen, është hyjnia që njerëzit i përulen, i nështruan dhe e adhurojnë. Ky është Allah. Gjithashtu nga kuptimet e emrit Allah është ai që e madhëroi njerëzit dhe e dojnë. Prandaj është i ndërlidhur me dashuri dhe me respekt, ai që duhet, ai që zemrat mbushen me dashuri dhe përmallim për të, është gjithashtu nga kuptimi i emrit Allah. Dhe gjithashtu nga kuptimet e emrit Allah është ai që anojnë zemrat këhaj. Do të nuk ka diçka që i josh ndaj tij. Ata që e njohin Allahun nuk ka çka në këtë dunjë i josh apo i habit ndaj Allahu xhallahu ala. Sa më tepër e njeh Allah, aq më tepër lidhet zemra jote me të. Aq më tepër anon këhaj, aq më tepër jep përparësi ndaj çdo gjë në këtë dunjë. Në gjitha këto kuptime dhe disa tjera kanë të bëjnë me emrin Allah. Dhe kjo është padyshim një emër që kur askush në fytyrën e tokës nuk është emërtuar me të pas Allahu xhalla xhelaluhu. Sa ka pas zullumçar në tokë njerëz që kanë pretenduar se do të thotë janë edhe zota që adhurohen edhe kanë bërë zullum edhe kanë bërë lloj do të thotë mëkate në tokë, lloj emna për lavdrim dhe për madhështi ja kanë vendosur vetëm të tyre, por kur Allahu s'ia ka liu kërkujt me pas emrin Allah. Kur kush të shu dhe Allah, vetëm Allahu xhallahu ala është emri i përvetshëm i Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj aludon në Zotin xhallahu ala në qenin e tij dhe ky emër realisht në vetë e tij përmbledh të gjitha emrat e bukur të Allahu xhallahu ala, të gjitha cilësitë e tij të plota. Pra i thuash, ti thu Allahu është el-Malik. Allahu është ai që çdo gjë është në dorën e tij. Allahu është er-Razzaq, është furnizuesi. Allahu është el-Karim, bujari e kështu me radhë. Prandaj prej tij burojnë të gjitha emrat e tjerë. Është përmbledhës i gjitha emrave të tjerë të Allahu xhallahu të bukur. Prandaj realisht në bazë të kësaj edhe shumë nga dietar kanë ardhur përfundim se ky është emri më i madh nga emrat e Allahut, i cili nëse lutet Allahu me të jap dhe përgjigjet. Dhe kudo që përmendet ky emër, padyshim se lë gjurmët e tij në zemrën e besimtarit. Nëse përmend, do thotë i friksuari, Zoti xhallahu i jap qetësi. Nëse e përmend i smuri, i jep Allahu shërim. Nëse e përmend njeriu në varfëri, e pasuron Zoti xhallahu ala. E kështu me radhë, kudo që përmendet ky emër, Zoti xhallahu ala jep bereqet. Por nëse përmendet me njohje, me bindje, me sinqeritet, edhe me atë që ka kërkuar Zoti xhallahu ala, padyshim se ky emër lë gjurmë të thella në zemrën dhe jetën e besimtarit në përgjithësi. Andaj pasoj Allahu thot kuptimin më të ngushtë të këtij emri, la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Allahu të cilin ju e doni, Allahu të cilin duhet që të anojnë zemrat e juaj këhaj, Allahu që ju e madhroni, Allahu që ju e lavdroni, është ai që nuk ka zot tjetër posti që meriton të adhurohet. Sikur se kemi trajtuar komentin e fjalës la ilaha illa Allah në të kaluar. Prandaj ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe ai është i vetmi që meriton të porulemi dhe nështrohemi. Dhe Zoti xhallahu ala është ai që ne mbështetemi në të dhe të shpresojmë e kështu me radhë nga adhurimet e tjera që nuk i takon as kujt pas Allahu xhallahu ala. Atë e thirrim, atij lutemi e kështu me radhë duke mos i akushtu as një njësi nga njësit e adhurimit as kujt pas Allahu xhallahu ala. Pra shiko sa kuptimi kret jeta ashtu të ndërruar Allahu xhallahu ala ka krijuar pikërisht për këtë çështje.
Prandaj Ajetul Kursia fillon me realitetin më të madh në fytyrën e tokës dhe në qiell. Ajetul Kursia fillon me të vërtetën absolute që s'ka të vërtetë më e madhe se kjo. Nuk ka as në tokë as në qiell të vërtetë më e madhe, më e saktë, më absolute se fjala Allah dhe la ilaha illa Allah. Andaj ta ka mundsuar Allah me thonë një të vërtetë madhështore, me adhuru Allahun xhallahu ala, i cili është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. E pastaj Allahu xhallahu ala vazhdon pastaj që të sjell edhe dëshmi dhe fakte se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Të sjell mjafton fjala Allah se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Mjafton kjo. Mirpo Allahu xhallahu ala sjell fakte tjera, sjell dëshmi tjera për ta forcuar këtë dëshmi, për ta forcuar këtë realitet dhe këtë vërtet pa mohueshme, pa lkundshme. Sjell Allahu xhallahu ala edhe fakte tjera. Nga faktet e tjera që i sjell Allahu xhallahu ala është El Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa hu El Hayyul Qayyum. Çka është El Hayyul Qayyum? El Hayy është ai që është i gjallë. Do thotë me gjallëri absolute. Sikurse thot Allahu xhallahu ala wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut. Mbështetu në atë që është i gjallë dhe që nuk vdes. Allahu është i gjallë dhe gjallëria e tij dallon rrënjësisht nga gjallëria e krijesave, nga njerëzve. Qase njerëzit kanë gjallëri mirë, po e kanë të kufizuar. Edhe në aspektin asaj që nuk kupton lëvizjen, përdorjen e kësaj jete, i godet smundja, i godet lodhja, i godet gjumi, vdekja, e gjitha këto janë larg Allahu xhallahu ala. Ndaj gjallëria e tij është e plotë dhe ai nga gjallëria e tij i jap gjallëri kujt e don. Ngjall njerëzit, ngjall zemrat e tyre për të qenë të uzuar dhe të kthyer ka Zoti xhallahu ala. El Hayy, ai është i gjallë. El Qayyum, ai që nuk ka nevojë për askën, nuk e mban atë askush, ndërsa ai e mban dhe ai kujdeset për çdo kënd dhe çdo kush ka nevojë për të. Prandaj ai që është i gjallë, gjallëria absolute, të ndërlozot. Ai që nuk i vjen vdekja kurr. Ai që nuk kotet kurr sikurse vjen më vonë. Ai që nuk lodhet. Ai që nuk ka nevojë kurkush me rujt, më kujdes për të. Përkundazi ai kujdeset për çdo kënd. A nuk është kjo fakt se ai është i vetmi që meriton të adhurohet? Po dyshim se po. Si adhurojnë njerëzit të vdekurit? Nëse Allah thotë El Hayy, la ilaha illa hu El Hayy, argument i asaj se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet është i gjallë. E që i bie se nuk adhurohen të vdekurit. As ai që është, edhe ai që është i gjallë nuk adhurohet nga sa ai ka me vdek. Dhe kjo ajet krahasë është dëshmi dhe fakt që e qetëson zemrën e besimtarit se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet, krahas saj edhe është një ujë, nëse kam dështu me thonë që e ujit zemrën e besimtarit me kënaqëri, me nder, me privilegj, se ti adhuron dikën i cili kur nuk vdes. Prandaj sa njerëz kanë qenë të lidhur me dikën, kanë qenë lidhur me sistem caktuar, ka përëndu sistemi, ka shku edhe u hub. Ka përëndu njëri, e ka adhuru pasurin, ka shku pasurin, u dek pasuria, u dek pozita, u dek autoriteti, si ka me të kërgjë. Ka me të dështum me gishtë angoj, duke vajtu për ato ditë kër ka qenë i nderum, i kenum, i kanë shku fuqit, i kanë shku, këtë i kanë të shku. Qoftë dunja, ose qoftë, ku dhe për dunjaja, ku më gjithë sa. Dërso besimtari ka adhruat që nuk ndatë për ti kur, asë në këtë dunja, asë në varë, asë kur rinjallë, asë ku dhe qoftë. Allahu El Hayyul Qayyum. Allah është i gjallë. Përmëna, për shambull, atë mendje lehtësim e idhujtarve, të cilët, për shambull, adhrujnë idhuj që ka nevojë të kujdesën për ta. Duhet me rujt, apo se i thënë dikush. Duhet me rujt se vjedh dikush. Çfarë Zoti është kjo? Ndërsa Allahu kujdeset për çdo kënd, nuk ka nevojë me kujdes për të askush. Prandaj njëri për ashabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka adhruar para se me u bë musliman, e ka adhruar idhull
Dhe djemë të ti ka do me thonë që kjo sa durohet kjo, nuk mund mu adhuru statuja, guri, nuk adhurohet. Po drejtojë Allahu drejt për drejt. Nërsa aj i rrën të ganti, do thot i rrën të në këmbë, e parfumos të idhën e vetë, i rrën të gati, e kur shkon të me flajt, djemë t'ja kapshin idhën, ja gjushin për jashtë. Aj kur zgjuhaj, tërbohaj. Kush e ka bërë këtë? Ati që i në vranë Zoti, cili Zot? Qaj që s'po mund me rujt vetën e ti, qaj në vranë? E mërë të prapë, e regulante, e parfumos të, tërgjimi i gjatë. Edhe mundoj me rujt, po e zënë të gjumi këtë njëri, s'me kemë e gjithë natë me rujt, lodhej. Edhe shkon të me flajt. Kur zëjnë sabah, djemë të vetë prapë e bëjshit njëtën. Me e binë se s'ki, nuk ka kjo Zot të jetë. A i prapë të në me rujt, po s'kish mundësi me rujt, lodhej. Edhe e vendos një sopat para ti, i thonë të, unë e dejtash mujta me të rujt, ma tutja s'muj, jem lodhë. Ku e ki këtë, kurë që vjenë, godite, me qka me godite? I vdekur, së ndëgjan, nuk sheh, s'ka vedije, s'let. Dhe prapë djetë dhe mërshën e gjyshin, jashtë. Me të regu se kjo është e kodë. Dere sa i thana, po esha që kë vetë në vesën e runë, jo ty. Kush do në ka për gjunë, e shëtit, që shënalë? Andaj el haju el kajun, ti adron dikon që është i gjallë, s'ka mundësia as kush me arrit e këzutë i gjellë vuala. Nuk ka mundësia as kush tjetë konkurent në pushtetin, në sundimin e ti, as në vendimet e ti, as në asgjë. A i ka jep një garantë, siguri, një lloj nderi, kënaqësie besimtarit se të ka përzgjedhur Allahu ti është adhurues i tij. Prandaj besimtari në bazë ky ajet para në me lezu sabah akşam e çdo pas namazi sa ushqiet zemra besimtarit me bindje, me kënaqësi, djeg çdo fije të kompleksit, nënçmimit, përbuzjes që mund është ta me një besimtari për shkak se është musliman ose adhurues i Allahu xhallahu ala. Ti adhuron atë që është i gjallë, e dikush tjetër adhuron të vdekurin. Ai me të vdekurit më kënaqet ti me të gjallën, a është kjo e kuptueshme? Ai kanoj me e rujt Zotin e vet, se sunruat e Zoti ty trun, cili ka, sikur se ka thonë Ibrahim e Elson, ejul fariqaini haqqu bil amn. Cili për dy grupeve është për meriton me koni sigurt. Na ajo, kush? Ai që adhuron Allahun xhallahu është i sigurt. Është i sigurt nga çdo gjë, nga se e ka përzgjedhur atë që është më e mirë në këtë dunjë dhe në ahiret. Dhe Allahu vazhdon me faktet se ai është i vetmi që meriton me adhuru. Dhe e zbërthen edhe më tutje këtë emën të tij, El Hayy, dhe këtë emën të tij El Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk e ka pa Allahun kotja, sina. Që ne na ka kotja. Na pak mos e lodhëm. Lodhësh. Ose hiq pa kotja, drejt për drejt në gjumë. Nga një kotja mund tjetë parathënje e gjumit, kotët, po përshkej për flaj. Të herë se ka kotja, hiq njërë, drejt në gjumë shka, hiq pa kotja, drejt për drejt, i lavë. Nësë Allahu, la te e khudhu sine, se ka pas kotja, wala naum, si ku se ka thënë pejgamberi sasëm, inna Allah la yanam, wala yanbaghi lahu an yanam. Allahu nuk flan, as nuk i duhet me flajt, i gjallë. Gjithmonë kujdeset për neve, për na flajmë, ai kujdes për neve. A nuk duhet me dash këtë Zot, e me adhuru këtë Zot, e me u kënaq kur e përmend këtë Zot. Kush kujdes për të kur flan ti? Kush? Allahu xhallahu xhallahu. Shiko, funksionon gjymtyrë mëna, ti flan zama rre. Apo mushnit mënyrë të natyrshme marrën oksigjenin dhe e kryen funksionin e frymorës. Kush kujdes për këtë proces? Kush? Allahu xhallahu xhallahu. Ti flan, wallahi vetëm do të ne këshyrt apo. Se lodhësh. Andaj për mëne për shembull, Allahu xhallahu xhallahu me elon, më thonë një të kam kriju në formë më të mirë, krejt çka duhet të kon. Tash këtyre vetën apo. Ishim dek më të natë. Ishim harru më të natë. Na nuk mundem me këshyr vetën as sa çelëm shëlsyt. Harrojm, habitëm. Para mëne sa funksioni është duke ndodhur tash në trupin tim, un po flas lirë apo. As më të shkojnë atje apo. Ti po ndëgjon me vesh tu sa procesi po ndodh mbrana ti as nuk e di çka po ndodh. Edhe Allahu po ta mundzon. Kush po kujdes për ty? Allahu xhallahu ala. Flan, lodhësh apo je të hungur bok, untuhesh. Për gjitha këto ka dikush që kujdes për ty, nga sa të merr gjumi.
as nuk e merr kotja, ose sikur se ka thonë surën Al-An'am Allahu xhallahu ala yut'imu wala yat'am. Jap me hongër tjerëve, ama ai s'han. Ai s'ka me përushim, as për pije, as për kurrë. Na kem nevojë. Na ne agjerim në gosht për na vjen, ose në korrik për na vjen, për na thonë bust, e për na shprazët barku, e për untohemi, e në iftar për themi shoqër që u bëj iftari, apo se na lodh uria, na lodh pa gjumësia, na dopt, e paramenoj këj dopti që me gjumë erzën zoti, me gjumë erzën, wallahi me uri erzën, do më bo me i meqëm se Allah xhallahu ala. Do me akthy kujt vendimin Allah xhallahu ala. A kjo është mendje lehtësia njerit dhe mendje madhësia ati fatkeqësisht që e bën me dështuar. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Sa ka pa Allah xhallahu ala as kotja e as gjumi. Ai është i madhruari, ai është i ngrituri, ai është i larti, ai është Zoti, ai është i vetmi që merron të duhet. Men dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Nga madhështia e Allahu xhallahu ala dhe nga madhrimi i tij dhe nga pushteti i tij dhe nga fuqia e tij është kush guxon me ndërmjetësu taj pa lejen e tij. Ndërmjetësimi ndodhet në gjykimit, me kërku nga Allahu xhallahu ala më afal dikujt, me shpëtu dikën, me ndërmjetësu, sikur se në dunja bën ndërmjetësime. Allahu thot kush guxon pa leje ti me fol. Kush guxon? Këtë dunja njerëzit përkundër asaj që Allah ka kërkuar për tyne, u ka leju si sprovë që ta kundërshtojnë. Thot Allahu xhallahu ala kush guxon të hajë me ndërmjetësu pa lejen e tij. Allahu xhallahu ala është ai që lejon kush me ndërmjetësu, kur me ndërmjetësu, për kë me ndërmjetësu, për çka me ndërmjetësu. Këto të ndodhin me lejen e Allahu xhallahu ala. Ka është i gjithfuqishëm. Prandaj edhe ditën e gjykimit, kur njerëzit do të kërkojnë nga pejgambert e Allahut, që të shkojnë te Allahu dhe të kërkojnë që Allahu të gjykon për ta, nga se janë lodh nga pritje, janë raskapit nga mundi, kërkojnë, shkoni te Nuhi alayhis salam, te Musa alayhis salam, te Isa alayhis salam, te Ibrahim alayhis salam, te pejgambert më të mëdhenj, shkojnë kërkojnë që të ndërmjetësojnë tek Allahu xhallahu ala. Çfarë thonë? Zgjozojnë. Thonë inna Allah ghadiba al-yawm, sot Allah është hidhnim që kurse është hidhnim, zgjozojnë me shku palin, zgjozoj. Derisa do të shkojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ati është don leja. Dhe ai ka dhënë me fol Allahut në ditë apo. Andaj të ndërozë Allahu xhalla xhelalu i gjithfuqishëm. Pse njerëzit këtë botë i kalon, ke pa flasin keq për të, e mohojnë Allahun. Te Allahu xhalla ora u jap afat e i furnizon. Kjo nuk do të thonë se Zoti xhallahu si ka dorë, wallahi kur doni kap. Mirë po i lën din afat caktu. E ditën e gjykimit shfaqet realisht madhështia e Allahut, fuqia e tij, pushteti i tij, nëse s'ka ditë askush me ndërmjetësu tek Zoti xhallahu ala. Andaj besimtari nuk e pret këtë ditë e që atje të bindet, po që nga këtë dunja ja pohon Allahu xhallahu ala këtë madhështi, këtë madhrim dhe këtë fuqi dhe këtë pushtet dhe gjitha këto që i përmendin më herët, i përmend jo një herë në jetë, as 2 herë, po çdo ditë me 10 herë, 5 herë mas namazit, në sabah, në akşam, në gjumë, e pastaj gjatë rasteve tjera thot Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Ati ta kon keq ka kon qiell dhe në tokë, as kujt është. Andaj kush ka guxim të ndërmjetëson taj pa lejen e tij apo. E pjesë tjetër që ka të bëjë me këtë ajet madhështor që do të vazhdojmë në takimin e ardhshëm, mirë po të ndërmjetëzor të munduemi që kur lexojmë këtë ajet ta përjetojmë këtë madhështi, ta përjetojmë këtë nder, këtë privilegj, por edhe këtë robëni që e kemi ndaj Zotit xhallahu ala, është robënia më e ndershme në fytyrën e tokës. Është parulja më krenare në fytyrën e tokës. Është adhurimi më i ndershëm në fytyrën e tokës. Ai që i kushtohet Zotit të gjithësisë, na bën që të kënaqemi, e të parulemi, e ndihemi të lumtur me atë që Allah na ka mundsuar edhe ta përmendim, edhe ta lavdërojmë, edhe ta madhrojmë, po edhe ta adhurojmë të timi rob të tij. Allah na mundsoj që të jemi kështu vazhdimisht deri në frymën e fundit. Dhe na mundsoj të Allahu xhallahu xhelalu që
me emrin e Allah të jetojmë, me këtë emër të vdesim, me këtë emër të ngjallemi, dhe me këtë emër Zoti xhallahu ta na fut në xhennet. Me kaq për dhofën për sot, Allahu ju shpëlbej dhe nderoj deri takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.